Princ Leka ka folur hapur në emisionin Mirëmbrëma Yje për divorcin me Elia Zaharin dhe për plasjet që pasuan ndarjen e tyre. Ai rrëfeu se procesi erdhi në disa faza, fillimisht distancimi emocional, më pas bashkëjetesa e ftohtë në të njëjtën xhati dhe në fund divorci ligjor. Shfaqeshim si një kartolinë e bukur për mediat, por realisht gjithçka ishte false, tha ai për Arbana Osmanin. Leka theksoi se nuk ka pasur tradhti dhe se Elia ishte e para që ai njoftoi për lidhjen me partneren e tij Blerta Celibashi. Para se ta përqafoja Blertën, i thash Elia se isha takuar me të, shtoi ai, duke i cilësuar thashathemet e tjera si të pavërteta. Lidhur me videon e publikuar nga një konflikt mes tyre, princi u shpreh i penduar që e dorëzoi në polici. Gabova, duhet ta kisha mbajtur për gjyqin. Jam ndier i tradhtuar nga ata që e nxorën publikisht, tha ai, duke shtuar se presioni nga policia, prokuroria dhe media e ka rënduar situatën. Sipas tij, prioritet ka qenë mirëqenia e vajzës Geraldinës, të cilën e quajti viktima e vetme të kësaj historie. Nuk e kam dhunuar kurrë Elian. Filmimin e bëra nga frika se mos situata interpretoi ndryshe. Nëse nuk do e kisha filmuar, ndoshta do kisha humbur lirinë, u shpreh princi, duke quajtur periudhën më të vështirë të jetës së tij.